Në një udhtim po ashtu du të ketë një destinacion. Me pyet dikën ku je nis nuk e di, thot po jam udhëtar, jam rrugtar. A ka kuptim udhëtimi pa destinacion? A ka vlerë ai rrugtim që njeriu nuk e di se ku është nisur? I themi ky njeri nuk është në rregull. Shumica e njerëzve siç i përshkruan Allahu xhalleshanuhu, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ata din një pjesë të kësaj jete të dunjas. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sa i përket ahiretit janë gafil, janë shkujdesur. Mendojnë që kjo është udhëtimi i tyre, kjo është rrugtimi i tyre, por thot edhe kësaj vetëm një pjesë ja din, thot Zoti. Nuk e kuptojnë realitetin e kësaj bote. Edhe janë gafil, janë të shkujdesur, janë jerm, janë të verbër sa i përket ahiretit, sepse ata nuk e din destinacionin. Imagjino çfarë dallimi ka mes njeriu që ecën, por ecën si humbur i shkretir. Si puna atij që sa herë ecën i humbet harta, i humbet navigatori, nuk e gjen dot busullën e drejtimit, edhe mes atij që e din që çdo hap që hedh është drejt destinacionit dhe destinacioni e dini cili është, vëllezër dhe motra, kënaqësia e Zotit dhe xheneti i Allahu xhalleshanu. Ky është destinacioni i udhëtimit besimtarit. Ne duam të mbrijmë aty ku na thuhet mirë se erdhët, e fituat kënaqësinë e Zotit dhe e fituat xhenetin e Allahu xhalleshanu.